E dytë në ekran, Ledio. Cako, kemi shumë pak kohë në dispozicion, maksimumi 12-13 minuta. Kemi ca harta i do nxjerrë Ledio tani. Dhe unë dua, kemi folë bashkë pasere për zhvillimet në përbot, luftrat e këto. Tani në këto momente, këtë për them për publikun që nuk ka shumë i vëndshëm me marrëdhënie ndërkombëtare, me këto gjëra që ndodhin jashtë. Në këto momente, nga njëra anë, të patën ajo që duket, se çfarë fshihet pasaj atë e diti po. Ajo duket është që Trumpi do ta mbylli luftën në Ukrainë. Ka bërë atë marrëveshjen e famshme me 27 pika. 28. 28. Që janë shndruar në 19. Dakord. Ndërkohë që nga ana tjetër, Cako, Brukseli, por them Brukseli, Bashkimi Evropian, me në krye Macronin, jo gjithë Bashkimi Evropian sigurisht, po ata që kanë më shumë fuqi. Tresh, Britani, Francë, Gjermani. Po të paktën ky Macron i bën si gjel, ky është gjeli që këndon më shumë. Ky thotë që ne do të dërgojmë trupa, thotë në Odesa e tjerë e tjerë. Tani mora shkas nga kjo dhe thashtë të pyes Cakon, vlla, çfarë është kjo? E pa ndonjëherë, shkurtimisht, pse ky dualizëm midis dy aleatëve, sado që është Trumpi atje dhe Trumpi her pasere i shpërfill të europianët, i neverit her pasere, i shan, pastaj hopi për qafon, siç e ka Trumpi. Dhe këta sigurisht nuk janë shumë të lumtur që kur erdhi Trumpi, sepse ishin mësuar me tjetër sisteme, kupton, ky s'u aprish pak lojën. Gjithsesi këtë janë në NATO vllajën bashk. Si ka mundësi që nga njëra anë amerikanët, tani u bë naivin pak, për ta lënë ty pasaj, po ta ngrë ty topin. Amerikanët duan paqe, këta duan luftë me Rusin. Dhe pastaj do më thuash për shikimin, do ndodh vërtet apo jo? Ti mendon që radhën e ka Odesa, se ky Macron çuditërisht foli për tha pasi të bëhet kjo anpushimi, domethënë, kjo që propozon Trumpi, se ky nuk thotë që Trumpi ka gabim, thotë Trumpi po bën nuk kemi net përfshirë, thotë, te kjo marrëveshje, thotë, që po bën Trumpi. Nëse jemi përfshirë, këtu është pak kënaqësia. Por thotë ne jemi për marrëveshjen e paqes. Planin e paqes, thotë Macron. Dhe pastaj thotë kur të bëhet kjo marrëveshja, Franca është e gatshme, dëgjon ti, ky me 6% sot në Francë, popularitet, nuk ka kontroll fare mbi asgjë. Është parti në minorancë. Gjithë institucionet e BE-s janë zgjedhura nga Jo, po flas për Francën. Bankierët, po dhe Franca. Po, prit tani. Po jo, po ky tani është rënd dhe brenda vendit. Është komplet jashtë loje, partia e tij është e treta. Po dhe edhe Starmeri në Angli. Edhe ai rënd është. Domethënë parashikohet që të mos marrin më shumë se 18-19. Po për te legitimiteti, se kjo është çështje tjetër. Ajo që na intereson është kjo. Ky ka thënë do të çojmë trupa në Odesa, valla. Tani mund të më shpjegosh pse ç'është kjo kontradiktë? Pse ekziston? Dhe a e ka vërtet radhën Odesa apo jo? Kemi 10 minuta kohë. Shiko, nuk po të ndërpres fare. Ky është një kryeministër i vendosur, ka qenë bankier, ke Rothschildet e Francës. Po, e dim, po. Dhe është bërë kryeministër prej tyre. Dhe ky zbaton planet e sionistëve. Sionistët kanë ndërmend që në këto kushte që ndodhet sot situata në Ukrainë, në qoftë se Trumpi do të arrijë të bëjë marrëveshje me rusët dhe me ukrainasi dhe me evropianët, këta mendojnë të bëjnë atë që quhet Jeruzalemi qellor, i cili është... Kush? Jeruzalemi kush? Këta duan të ndajnë Ukrainën në 4 republika. Një është pjesa që do marrë 20% i ish territorit vjetër, që e ka pushtuar pothuajse 4 krajinat Rusia, jo plotësisht, po Trumpi po përpiqet t'u jap të 4 këto krajinat, edhe Krimen 5, ku luftohet, ja ku është ajo, ja ku i ke atje të gjitha ato... Kjo është pjesa me të kuqe? Po, pjesa me të kuqe është pjesë e pushtuar. Ato pjesët atje mbi Donbas që janë me të bardhë, Putini i kërkon dhe aty po luftohet, mi po Ukraina nuk kërkon të lërë Donbasin, kurse pjesën që është në jug, këta duan të ndajnë Ukrainën veriore, me kryeqytet Kharkovin, Republika e Ukrainës veriore, Ukraina qendrore me kryeqytet Kievin, Ukraina lindore me kryeqytet Lvivin, dhe duan të bëjnë atë pjesën poshtë aty që shikon si gadishull të vogël mbi Odesë. Lvivi është perëndimore, më duket, nuk është lindore, ngatrohet. Është polak. Jo, Lvivi është kjo, pra është qyteti në Ukrainë. Quhet Lviv. Është në jug. Është perëndim më shumë. Perëndim. Jug perëndim, po. Dhe tashi lufta po bëhet aty në Prokopskaja, për ato qytetet për t'i marrë, dhe
Putini kërkon dhe ato qytetet që janë aty, Slojansk, Kramatorsk, i kërkon ato, me po Ukraina nuk, do më pra të teritorin e verdhë dhe për një pjesë mbi atë të verdhën, që Putini po bën luftime në teritori verdhë, për të marrë dhe ato qytetet e tjera. Do të shkoj deri ka ato qytetet, ja ku është dhe Dobropilja, poshtë, dhe kërkon të marrë gjithë ato qytetet aty që të mbyllë atë artën që ai kërkon të pushtoj nga Ukraina. Që është territor, duhet thënë, më i madh se Italia, është pak a shumë se Italia kjo që ka pushtuar deri tani Rusia. Po të shikosh vetëm kufiri është 600 familje, do të që i bie 1100 kilometra, një territor shumë i gjatë, po më shumë po luftohet atje ku janë ato pikat e verdha. Tashi, unë si e mendoj, unë mendoj që Putini nuk do lejoj krijimin e asaj që quhet Jeruzalemi qellor, rreth Odesës, ja gjitha pjesa aty mbi Kherson, prandaj e kërkon Putini Khersonin. Këta në marrëveshjen e paqes nuk duan t'i lënë dhe lumin Dnepër Putinit që ta përdor për të bërë transportin e grurit nga këto vende, ose nga vendet ruse në veri. Është në marrëveshje kjo, po Putini nuk ka folur për këtë pikë akoma, sepse po të shikosh aty mbi Zaporizhja, ku është hidrocentrali, ai ka marrë ato dhe i kontrollon ai Dneprin nga ana këtej. Nga ana këtej, po. E mban mend para se të fillonte lufta, ke pasur një gazetar këtu ti në fillim, që ai bëri një parashikim, tha lufta nuk do filloj, kurse unë thash që do filloj, që s'dua t'ja zemrin me gojë ati, se dhe nuk jam mbaj mend, dhe unë thash do filloj dhe kufi do jetë Dnepri. Nuk jam i sigurt nëse do ta marrë Odesën apo jo. I ke, po t'i shikosh ato emisionet edhe në YouTube, i ke, disa ditë para se të fillon. E mbajmë, po. Dhe kam qenë i vetmi, kam thënë lufta do të vazhdojë, do jetë shumë e gjatë, edhe prapë po të them që s'ka paqe, lufta do vazhdojë. Nuk do bëhet, kjo nuk implementohet. Shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë franceze para sa ditësh bëri një takim me gjithë kryetarët e bashkive dhe tha mobilizoni dhe fëmijët tanë duhet derdhi gjakta që ne të ruajmë statusin e fuqisë që kemi qenë dikur. Unë me që këtu në ndjekin shumë, ju them shqiptarve kujdesande, dërgojni këte fëmijët, se do t'ja u përfshinë, këta po të regojnë shumë bujarë tash, edhe me shqiptarët që venë i lejojnë të punojnë edhe kur të mbyllet kufiri që të shpallet ligji luftës. Pra ti parashikon që do? Pa tjetër, unë them që do ketë luftë. Me se ti e ke thënë? Po ti e ke thënë që pritet të niset kur, brenda 2027-ës thua dhe? Po, 2027-ës. Shiko si e kam planin këta. Si pas analizës që bi unë. Këta deri në pranverë të 2027-ës duat të bëjnë keshlesin, të eqin paran, të bëjnë digitale. Të eqin të gjitha kartat që ketin portofol dhe të bëjmë portofolin digital. E kemi thënë atë, po. Edhe do thonë shko sa bukur i kemi këtu të tëra, s'ka nevoj portofol. Po, kjo është projekti parë. Prit, kjo është njëshi. Kjo është mega projekti parë. Ose paralel, po. Në vjesht të 2027-ës, pasi të bëhet kjo, që të arin të zhdukin paran, që ti do është një sklap, fësaj, sepse aji po fola unë diçka këtu, nga këto që kemi folur dhe tash dhe ti, aji thot ke shkelur, thot etikën, thot zyrtare, dhe gjobitesh 3 muaj ti të mos e përdorësh... Më kujto të them një histori tani se do të bëhet shumë qefi sepse konfirmon atë që ke thënë ti. Po të gjitha që kam thënë... Jo, ma më kujto kur të mbarosh të ta them historinë sepse... Nuk më çudit se unë kam thënë shumë gjëra. Jo, e di, po do të sot ta konfirmoj konkretisht, valla. Dakor, kur të mbarojmë. Do çuditesh. Po, dhe sot për shembull, po të mbyllën ty numrin e llogarisë, për një arsye të caktuar. E kuptuam të pjesë, ti merr lek nusës ose çunit, e mban në xhep. Dhe keshi ti prapja bën këtyre që ta kanë mbyllur, fuck you, thua s'keni çfarë të më bëni. Jo, shumë shpejt do jetë. Kurse po ta mbyllin këta, të mbyllin dokumentat, të mbyllin kartën e identitetit, të mbyllin patentën, s'ke drejt nga të shmakinën, 1 muaj ose 3 muaj të jepet dënimi, dhe ti nuk e liri. Se këta naivët thonë, qa thot këtë sakua, qa ka, pse është diktaturë kjo, këto çupërlinkat, ne apim dritën me këta, ne na apet makina sa afrojmë, jo thot sa bukur. Si bëjnë të çupërlinkat? Po pra, edhe këta naivët sa budallënj, kupton? E thonë sa bukur, e vërtet, janë sa letësira të bukura. Sa ynë me një numër të ti, tak, ndizet kondicioneri, ua, sa bukur. Me i kështu, qa ka këtë sakoja që thot, qa në këta budallënj që plasin kështu, shumë bukur është. Pasaj, pasi të vazhdoj lufta 3 vjetë deri më 2030. Po luft me skujt për një se të lutem, se ti këtë ke që mbikën, ma bërë shumë të gjatë parantezën. Po Brixi do luftoj me perëndimin pra. Ore, kush perëndim dhe konkretisht dhe perëndimi, sot ka 27 vënde të BE-s, ndërkohë që ka më shumë vënde në NATO. Ta do filloj lufta NATO tani, do filloj NATO luftën kundër Rusisë. Këtë du më shpegosh. Po NATO ja, sigurisht NATO ja. Pra do jenë Amerikanët në luftë. Amerikanët do jenë, po Amerikanët do luftojnë me Kinën.
do luftojnë me Korenë e Veriut. Do luftojnë bashkë me Japoninë dhe me Australinë dhe me ato vendet e Oqeanisë. Kjo është një luftë. Dhe me Indinë, luftë botërore. Nuk do pushoj lufta Izraelit me Iranin. Qa mendoni ju se ka mbaruar lufta? Do vazhdoj lufta Izraelit me Iranin. Juve thoni Evropa është e dobët. Po si mund të mendoni ju që Evropa është e dobët? Ma Evropa bëhet zja ju gjarë pringordur, po Evropa është shumë e fortë më. është e dobët në raport me Amerikanët? Evropa, dëgjoma. Në raport me Kinën e Ju merreni me prallat e lajmeve që japin këta. Shko tash se ku shikohet. Evropa e ka GDP-n sa Kina, 18 trilion $. Kina e ka buxhetin e mbrojtjes, e ka 350 miliard $, kurse Evropa e ka gati 480-500 miliard $. Evropa që tonë ju, Evropa e mbaruar. E ka gati 500 miliard $, sot për 2025-ën, buxhetin e mbrojtjes. Edhe? Rusia 60 miliard e ka. Kujt ja blen armët? India 60 miliard e ka. Armët kujt ja blen mo? Kujt ja blen mo? Armët kujt ja blen? Po ti ku e ke blerë të mo? E ke blerë në Kina, po në Rusia, po ku e ke blerë? O zotri, kujt ja blen armët e Europa sot? Po veti bën mo, Evropa e shndron gjithë industrinë që ka të bencave dhe të atyre, e shndron për luftën për një javë. Jo pra. Po ri pra dhe shqip, po të mendoni që Evropa është e dobët. Evropa, kështu bësh edhe me Hitlerin, Evropa është e dobët, nuk e mundot Hitlerin. Ata bëjnë bised. Evropa të shkrinë, Britania, me Francën dhe me Gjermaninë nuk pyesin për asnjë, janë shumë të forta. Kanë qenë edhe janë dhe do t'jenë. Po prit për tani, debati nuk është ky. Ka qenë më të forta, kanë qenë. Prandaj Evropa nuk i pranon këto planet që bën Trumpi. I thotë jemi ne këtu, nuk të lem të bësh ti çfarë duash ti me Putinin. Ore, më fali sekond, po të bëj një pyetje s'po përgjigjesh. Me përjashtim të francezëve që gjasme bëjnë sa Rafale. Janë britanikët të parë dore, çfarë francezë? Do më dëgjosh më një sekond. Po më të dëgjoj. Edhe britanikët dhe gjermanët, se shtetet e tjera nuk po i fus fare. Bile, këto dihet Polonia, këto janë gjitha me Amerikanët, këto nuk diskutohet. I blejnë armët, vlla, për luftë, të teknologjinë e marrin nga Amerikanët. Po ç'në si ka? Po të thash kështu. Kam para, 500 miliard $, do ta bëjnë deri në 2027 do ta bëjnë $1 trilion. Tani do më dëgjosh mua? Po më të dëgjoj. Nëse ti, si shtet, merr një F-35 ose F-16, ka shumë shtetet e Europës i blejnë nga këto, që kushtojnë ku diun se sa. Llakhtara. Ti e di që atë ti në momentin që Amerikanët nuk janë dakord se si do përdorësh ti atë, ti nuk e përdor dot se sa i paft të heq teknologjinë. Për shembull, e di ti këtë? Ku është forca e Europës këtu? Përgjigju se këto nuk janë hipoteza, këto janë fakte. I thon vetë gjermanët, francezët dhe anglezët thonë, ne jemi të varur totalisht ushtarakisht sepse kemi rënë në gjumë që nga lufta e dytë botërore, kemi rënë në gjumë dhe nuk kemi marrë, kemi shpartalluar, s'kemi ushtrim. O zotri, nuk kanë ushtrim. Po këto janë pralla, ata e bëjnë ushtrinë për 2 ditë. Mbyll atë shtetin, edhe këtu do bëhet. Shiko çfarë do bëhet tu, që ta dishtin tërë Evropë. Pse thot Rama, 2026 kemi dronët tanë. E di pse i duan dronët ata? Po dronët tanë, dronë që jep Erdogani. Po ç'n si ka mo? E di pse i duan dronët ata? Më dëgjoj mua tash. Ty po dëgjoj. Kur ti ikim fëmijët se do shpall ligjin e luftës, do shpallet në tërben, edhe do thonë nga mosha 18 vjeç deri 32 vjeç fashë e parë të vend të paraqiten të gjithë ku jetojnë në zonën në rrethin e tyre në dega ushtarake. Kush do kaloj ligj në parlament, ligji është zakonshëm. Kush nuk vete, dënohet me këta. Kupton, e njerëzit do ikin në përmale, në për periferira. Edhe ashtu si bëri ky me Covidin që nxori tankset, do nxjerrin dronët, edhe do ruajnë në përmale. E të vjen droni këtu, tak, me dy kallash. Edhe e drejton që ande ky, që folëm ne, ky spakut, kot për aposa, edhe thot, zotëri, ti e 30 vjeç, je brenda fashës së moshës, ktheu tash shpejt, në qoftë se bën lëvizjen më të vogël që s'bindesh, do të qellohesh. Edhe do përpiqen ti marrin njerëzit dhe vetmja mënyrë është që fëmijët ti mbyllin brenda dhe mos dalin, derisa ti jetë 3 vjet luftë, 4 vjet luftë. Po sigurisht që... Po pse brenda nuk rolojnë këta me teknologji brenda, nuk e din sa fëmijë ka. Ku? Se po filloj punë, do shkoj dhe brenda t'ja marrin. Ta dim, po ti ku e dia ju se ku je fshehur ti do ikësh do fshihesh, se ti zolesh fjalën. Do fshihesh më cako. Po do ikësh do fshihesh, pse këtu do me ke gabim. Po ku do të shkosh në një gjë mo? Po mirë, mo shpresa për shpëtimesh në periferi, të largohesh në përmal, aty do ikin njerëzit. Mbaj mend çapo të them unë. Mbaj mend çapo të them unë. Se njerëzit thonë në fillim thonë ky është i çmendur ku i merr mallin. Po kur dalin pasaj thonë ore, edhe nuk kërkon një njeri falje pasaj nga këta që komentojnë, të thonë cako na falë se kemi gabuar. Do ta shikosh se çfarë do bëhet, nuk do ketë paqe. As në lindjen e mesme. Pse i trëm njerëzit shumë?
Po si Trump, tash në qoftë... Do japësh një zgjidhje? Në qoftë se unë jam parashikuesi motit dhe them do bjerë shi... Mirë. Do bjerë shi nesër, si të them unë, që duan njerëzit, e nesër do këtë djelë me që do një juve. Edhe njerë, pa ku them se i Trump, nuk po them që nuk i Trump, i paralajmëroj që të mbrohen. Ti nisesh nga disa. Të vinë tërë fëmijët e shqiptarëve nga Evropa, ku janë, qarë janë mosha të reja deri 20 vjetë, 18 deri 20, i ke partin në Ukrajinë si i rekrutojnë, si i marin me dhune, me... Kupton? Edhe numri vrasjeve të Ukrajinës me rusët është një raport të jashtëzakonshëm. Ka më shumë, për sigurisht që vitër më shumë. Ukrajina është duke shkretuar burimet, njerëzore sidomos. I qojnë atje mish për to, pra, kasapan, se ta kam thënë, revolucioni i 4 industrial kërkon sa më pak të rinj. Po kur s'ka qenë ndonjëherë mish për to, njerëz të thjeshtë, popullatat e thjeshta, kur s'ka qenë ndonjëherë? Më thuan historinë e njerëzimit, ai sa mund të shkosh ti larg. Dëgjoj, unë të dhash një kopertinë të një libri, po ta ketë letë. E ka letë, si se ka. Unë jam duke botuar së shpejti një libër të Solzhenitsynit, Aleksandr Solzhenitsyn. Nxirë pak ka letë jo. I cili ka bërë një libër të mrekullueshëm me fakte 200 vjet bashk. Edhe të regon historia e rusëve dhe qifutve. Kushtë autori? Aleksandr Solzhenitsyn, ja ku i ka këtë libër. Jesë nuk po e lezon, se kam largat. Është një super libër dhe është i gjithi me referenca dhe me fakte. Nga Helga Secrets, kjo ja vlen të lezoshtë. Dhe është një luftë e jashtëzakonshme për sundimin e atyre territoreve, e cila vazhdon dhe sot. Ka pasur 3 kryeministra mbas Gorbachevit që kanë qenë qifut në Bashkimin Sovjetik. Gjitha kryetarët e shefat e këtyre kampeve të përqendrimit që u theshin gulag, ta ishin 13 kampe, vetëm një ishte rus, 12 ishin qifut. Gjithë institucionet në revolucionin bolshevik i morën qifutët. Ata vranë dhe një car, car Aleksandri II ose car Aleksandr Shlirimtari. I tregon ky pse i kam vrarë, si u bëm pasaj populli rus, slavët në përgjithësi, ushtruan një terror të madh kundër këtyre, të cilët kishin kapur ekonominë, duke qenë një numër shumë i vogël i popullsisë, kishin kapur një ekonomi të madhe dhe e di çfarë bënin, vinin për shembull ja u diqnin bizneset, por nuk ja u vidhnin. Rusët nuk ju vidhnin asnjë gjë, vetëm ja u diqnin në shenjë akmarrje. Më vonë këta pasaj kryuan këto partitë komuniste, kryuan një parti bund që quheshin në Rusi, pasaj kjo bund i mori partinë komuniste bolshevike dhe kapën gjithë Bashkimin Sovjetik. Mi po Stalini dora dorës i largovi, edhe Putini, domethënë nuk i trajton si armiq, është i kujdesshëm me ta, por nuk i le që ata të futin shumë mundët në politika. Kur erdhin pushtet Putini, ju tha i thiri këta oligarkët që ishim qifut kryesisht, muar me fondet e qifutve të perëndimit, kur erdhin vitin 2000 si president, bas Boris Jelcinit, e ju tha këtyre bankierëve dhe këtyre oligarkëve, i tha dua disa gjëra. E parat më paguani taksa dhe tatimet, santimet, tha, po ju mora vesh që abuzoni, gjeni vrim ku të futeni. Prandaj përndojshi ata oligarkët, se ata fshinin taksa e tatime, ata që njohim ne që disa janë vrarë nga shërbimi sekret rus në Londër. E dyta tha, nuk dua të më përzihenin politik, po mora vesh që ushtronin ndikim për të ngritur dike ose për të rënuar dike në politik, gjeni vrim ku të futeni. Ju kërkovi dhe disa pikat tjera, bëri një mbledhje vetëm me këta lobin që fut të njerëzve të fuqishëm, më kupton? Pra, në një farë mënyre, këtu luftojnë sionistët me popullin rus. Kush do t'i dominoj ato territore? Dhe kjo luft ka filluar që kur u prish Kazaria në shekullin e 12, në mes të shekullit 12 nga slavët. E di pse nuk duan ndërpresë, për shoh që nuk do të kaloj kjo luft. Nuk do të kalojnë luft botërore. Pritani, dakord. Kur del libri në treg? Libri besoj para vitit të ri. Do ta promovojmë këtu bashkë? E promovojmë, po. Po ta sjellësh librin, ta kemi. Ta promovojmë tamam, ta bëjmë bisedë, marrë dhe njerëz tjerë në studio. Është një super libër që mëson shumë. Po është autor i madh ai, më. Është autor i madh shumë ai. E ka shkruar në vitin 80 të librin. Po pra. 1980, sa ka 40 vjet. Po e di pra tani dëgjoj Bagarianin. Kur thuaj Rabini Kievit, se unë nuk i shpi këto. Ju bëjt thirrje, tha, gjithë qifutëve të vinë, tha, të krijojmë Jeruzalemin qellor. Është ajo zona mbi Odesë. Dhe unë them që Putini do t'i bjerë Odesës sepse nuk do të lejojë krijimin e një shteti qifut
në kufi me Se 8. Jeruzalemi qiellor, Në Odesa, rreth e rrotull Odesës. atë quajnë. Po, midis Kersonit, do më dhe nga ana, si mund të quajmë jugore ose jug perëndimore, e lumit Dnjepër, aty është gjitha zona, Odesa është e port i madh shumë. po, edhe banohet 40% nga çifutët. Po më tani ti tani thua që radhë me ka Odesa, do të thonë do e marri Putini, apo se Macroni thotë ne do të çojmë ushtar në Odesa. Po pra, sepse kërkojnë të krijojnë këtë Jeruzalemin qellor. Po kush do ta krijojë? Po Rothschildët pra duan, sionistët duan të... Pra s'do hy Putini në Odesa. Nuk do hy Rusia. Po pra, Putini tash, këta thonë do bim paqe. Dhe ndërkohë duan t'i krijojnë një shtet që është rrezik për Rusinë aty, kupton? Dhe kjo do ta, edhe në qoftë se ata do bien dakord për termat e paqes, se janë në Gjenevë tash. Janë 2 këshilltarët e këtij Zelenskit, i cili është çifut, dhe punon për sionistët, jo për popullin e Ukrainës. Edhe po të shikosh ti tash ç'a ndodh në Ukrainë. Ukraina si tikin, çifutët po vinë. Më kupton? Pra janë shtuar shumë, edhe aty në zonën e Odesës janë shtuar shumë, sepse ata mendojnë që do vendoset paqja dhe ata do krijojnë atë Jeruzalemin qellor që e quajnë. Bile ky Rabini tha kështu, që ne dikur tu kemi qenë 70 milion, tha, edhe na kanë dëbuar. Edhe një pjesë e Ukrainasve, tha, janë nga ne, tha, po ata nuk e din origjinën e tyre. Domethënë, ja, para një 2-3 ditësh e ka thënë këtë. Rabini i Kievit, më kupton? Pra, është një luftë e madhe midis tyre, vazhdon kjo, 200 vjet thot ai bashk, po ata kanë 200 vjet luftë bashk, që luftojnë dy këto kombet për të kontrolluar këtë territor të rëndësishëm, që është korridori më i madh i transportit të mallrave të Euroazis, i prodhimit të drithrave, pra është kush sundon Evropën lindore, zotëron botën. Para sa mbyllim emisionin, për sonte se kaloi ora, kam 2 gjëra do të them. Një e para, që mos harroj unë Ledio, se unë harroj tani në fund vëlla. Se kur jam me Cakon, nga që Cakon më çon, pra më çon në sa udhime shumë large, kupton, dhe unë hop, hutohem një moment, e hutohem. Kështu i të lutem, do i them Cakos tani një gjë që për Cakon është lajm i mirë sepse është i pari që ka thënë Shqipëri për së vërtetës. Kjo i do them unë, nuk është shkencore më, po shumë afër shkencores. Se kam dëshmi. Pastaj Ledio, Cakon më kujtot të ngushëllojmë familjen e Shpat Kasapit, dakord? Që ka vdekur sot, ka ndruar jetë sot në moshën 40 vjeçare nga një atak në zemër. Dhe pastaj Ledio, do bëjmë këtë gjë që mos më harrosh si dje. Do fusim mikun ton në Zezak, s'kemi drejtë të quajmë Zezak në emision, në publik njëri. Mikun ton nga Afrika. Me ngjyrë. Mikun ton nga Afrika, vlla, me atë shprehjen e tij lapidare, e ka pa para, është brillante, e ka parë Cako, e ke parë atë? Nuk e di. Po, do të pëlqej shumë. Është perl. Dhe pas asaj Ledio të lutem, mos harro, do ta mbyllim me la vita continua. Mos e harro asnjëherë. Tani, jemi dakord Ledio? Se mos u ki në radhë dhe... Po, dakord. Po. Tani, Cako. Cili ishte ajo që... Po pra, do thoshja këtë mërë. Se unë beturuam, pra... Po pra, dëgjoj Ariane, do thoshja këtë. Isha... Dje, kam pas takime një mikeshën time. S'po të them detaje, jo kush është jo, po s'po them as mosha, po është relativisht e re. Dakor? Dhe po më tregonte shkreta, kishte më shumë se 2 vjetë, 3 vjetë që shkonte në një vend jashtë Shqipërisë, në një spital jashtë Shqipërisë, kishte arritur ta siguronte këtë gjë, bënte për të bërë kimioterapin. Dhe i thash, si e tani, i thash, kishte një kancer. Si e tani, i thash, po vëllai thot, skani nuk më nxjerr më gjë, thot, duke mirë. Dhe të vetet herën e fundit, thot, dhe më tregon, e ngriti këtë, thuaje, mëngën e bluzës, këmishë se qa kishe, dhe më tregon mu këtu Cako fix, këtu afër, si quhet këtë pjesë? Brylit. Afër brylit, po, nga brënda këtu, mu këtu, më tregon një gjë, qa është ajo tashun, duke jo poshtë lëkurës, po e vogël kaq, një gjë e vogël fare, ke parasysh sa thoi, po themi. Qa është ajo tashun? Më tha mua, kjo është ajo, tha, ke parasysh që kur vete që bën atë, tha, që të shpojnë për të bërë atë kimio, do me thëmë. Kjo është e gatshme ta dhe thjesht, të lënë. Po si, thashun, po ajo ishte poshtë lëkurës, i thash, ti nuk ke asnjë shenjë atje, kështu. Jo, tha, unë kam kohë, kam 2 vjet me këtë, tha. Po e ndjeni, thashun, jo nuk e ndjej, tha. Dhe ati unë, kur tha nuk e ndjej, po si thash, për shumë kur prek gjërat, ose kur prek veten, për rastis që nuk se shpon fare, më tha, kjo është pjesë e trupit, tha, bënte kështu nuk kupton të i gjë.
Po jo, nuk është fare, nuk është e vogël fare, është e vogël, po jo dhe aq. Si këto, si quhen këto më burtë? Ti më se çka një emër. Këto që futin këto të hagët, këto që kanë atë si tip kauçuk. Ta lidhin me një izolat, me një lepoplast. Si quhet? Në gjuhë teknike i quhen port. Port. Po, se është porta që hyn port, që është. Ka një emër. O cako, e di çfarë mendova pa? Kur thoshit ti dikur, shumë njerëz, përfshitën mua thashë, ma një sekond tani, se futin çipa tani këtu poshtë lëkurës, valla, nuk i mban trupin njeriu çipa se. Dhe kur më tha ajo këtë cako, që unë kam 3 vjet tha, dhe s'ka asnjë problem. Ta mbaroj skemën se më ndërpreve çfarë çfarë edhe 2 llafe do të them, cila është skema. Po tani më dëgjova ti tregova. Dëgjova, po për këtë e kam. Tashi mbas luftës do ketë pandemi. Pse? Mbas luftës. Mbas luftës. Kur njerëzit janë në ngërmadha, këta do bëjmë pandemi. Pandemia do jetë me një lloj elmimi, siç ishte i pari, se i pari ishte elmim, na ecnin nga ajri, na izolonin natën, tërë natën në avionët. Ti thua vazhdojnë akoma po nëse? Po, këta vazhdojnë akoma me atë gjoja gjeoinxhinierimin e motit. Ata naivët që zbesojnë ende trukyçurit mund të shikojnë ato Më thot një gazetar, Lavdërim Lita. Po. Më thot, thuhet cako se janë 5.000 shqiptarë në Odesa, thot çani, nga 1.800 jetojnë 5.000 shqiptarë. Po, është e vërtetë. Kështu që dhe ata duhet të ikin, thuat do i marrin luftë apo jo? Ku po ata ku të shkojnë shkëtë, ka që nga 1.800 atje? Vinë në Shqipëri, mo të vinë. Po ku të vinë këtu, mo, ku të vinë këtu? Po ku të vinë, po përmbjetesë, mo qani, të 4-5 njerëzit sakrifikojnë, qarë le kanë të shesin andeta shit, të vinë blenë shpi këte, në për hotele, në për të marrin shpi me qira. Shqipëria është vendi bukur, shumë pak do të prekë. Po pse mo, do shpëtoj Shqipëria? Se ti dhe Shqipëria do futet? Unë them që do shpëtoj. Zërbe. S'po ndërtojnë kot gjitho kulla e gjitho. Po shqivje ka? I di ramë si këto gjera, se duan sa vend oazet të qeta ata, kupton, që të vinë. Gjatë luftës 2 botërore, për shembull, Spanja, Portugalia ishin oazet të qeta, Zvicra, kur rinin bosat, nuk rinin në Francë, nuk rinin në Belgjik, nuk rinin në Hollandë, njerëzit e fuqishëm, edhe të mençurit, se mjafton edhe pak lek, edhe po e kape e ikën. Atëherë, nëse është vërtet kjo që Ramsi po i bën këto kulla për të qëllim që thua atje, çdo kandidat që ball Ramsi që ka gjeni atëherë sa kohë. Po, sa po i bëre një super kompliment, valla. Ramsi t'ja thonë, janë planet ndaja këto, sikur ai thjesht i zbaton, i thonë, bëj vazhdo dhe mund të jetë saktuar Ballkani, se shiko, mbas takimit të Putinit me Trumpin, mund të jetë lënë që Ballkani nuk do trazohet, sepse... O cako. Po, pra. Do rejshja... Në rrasën një lufte të tretë botërore si shtu ati, molla. Po. Çfarë ka këtu në Ballkan që mos ngatroj, që mos ngacmohet? Pse? Kur them Ballkanin, nuk parashikoj Bullgarin dhe Rumanin, do më thënë Ballkani... Cilat vënde? Perëndimor, për shembull Kroaci, Sloveni, Serbi, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë, mund të jenë më të qeta, nuk do kenë... Kthe nga këta fëqinjetanë jugorë, nga Greqia? Do përfshihet Greqia? Greqia do bëhet nami me Turqinë, më... Pse do bëhet nami? Greqia do jetë në aleancë me Izraelin, unë kështu e parashikoj. E kanë me detyrim ata, s'kanë shme? Dhe kur të bëhet pandemia, do bëhet me temperaturë të lartë. Do jetë një lloj elmimi që t'jep temperaturë. Dhe do vend temperaturat, në qofse më përpara... Po pse duhet dhe pandemia? Në luft nuk do vriten njerëz? Pse duhet vriten 2 herë, me njerë pra, njëra pas tjetrës? Pa ja, këta po të shpjegoj. Si do bëhet mikroçipimi popullsisë atyre që mbeten? Si do t'ja u bëjnë? Tash më dëgjoj, kjo pandemia do bëhet për mikroçipim, vlla. Duhet krijuar kjo krizë e madhe. Pra ma dëgjoj, vetëm 1 minutë do flas. Jo, do të rim, ke qef të rim. Hajde rim. Ja 2 minuta. Jo, më rim, hajde. Ta tash deri kur të filloj pandemia ne do kemi këto telefona. Pas pandemisë do zhduken këto telefona. Po pandemia në çfarë viti parashikon ti se lufta 2031. Ha? 2031. Deri më 2031 do ketë luftë. Po pse më një sekond, ti thua 2027, 2031, 4 vjet është luftë. Po. Si shpjegoj që këto luftat botërore nuk zgjasin nëse 4 vjet, sa ka vënë edhe e para dhe e dyta. Kjo si ka mundsi? Prishet maksimishit pastaj edhe. Po ç'është, si ka mundsi zgjatë 4 vjet? Ordo po jepi. Ma dëgjoj shumë e bukur. Ja erdhëm 4. Pasionin tënd unë e respektoj shumë. Pritash, edhe do t'ju thonë njerëzve, duhet ta kapim të infektuarin që në momentin e parë. Si zbulohet të infektuarin nga temperatura? Edhe do thonë, do mbani një mikroçip tu, që ku do që të vini në dyqane, ku do shikoni temperaturën aty, në qofë se i kini mbi 36.8 vija, alarmi kuq duhet izolohet, sepse ka infekcion. Në fakt ajo nuk përhapet as me frymë si Covidi, nuk përhapet me frymë Covidi. Ishte i mashtrim. Më kështë parë nërë mua në banja maska, asë njerë. Popton? Asë njerë, mëzuri mua Covidi së mëzuri. Pse? Njerëzit e menqër nuk i se Covidi.
Tjetër kjo. Dhe do t'ju thonë, do t'ju vajmë mikrochip tu vetëm për këtë kohë që është kjo, do t'ju futim edhe atë dosjen mjekësore që kini, nga se vuani nga këto, e kini këtu. Vetëm këto. Kurse portofolin e kini këtu, digitalin do hapni dritat, makinë, tralalachkat, sa bukur. Tani ke futur këtë, kjo është perlë, bëhe shpeshtë. Edhe do t'ju thonë, vetëm për këta është, vetëm për që sa të kaloj kë pandemia, është rrezik i madh, do mbani maska, do nxjerrë kush të jetë kryeministri, mund të jetë ky Tritan Sheu, Tritan Budalla Sheu, se ky është akoma, ky është akoma më i rrezikshëm. Ky e diti si dilte u lërinte në parlament bashkë me atë Vokçin, s'po ju bën vaksinat shqiptarëve, vaksinat, kupton? U lërinin atje, do me po t'ishin ata, do ishë bërë akoma dhe më keq. Pas ata e beson ose kota se ti do të jesh tolerant me njerëzit që s'kan të njëjtin qëndrim me ty valla. Dakor. Edhe që ta mbaroj. Pastaj sa të mbaroj pandemia, do zhduket prodhimi i këtyre telefonave. Do thot tashi gjithë identiteti digital që është për shembull Shqipëri ke Albania, do galoj në telefona kuantik. Që janë telefonat kuantik? Telefonat kuantik janë e bën në ajër ti. Ti ke parë në për filma, në ajër. Do ta ketë telefon. Çdo njeri do ta ketë kuantik. Edhe do thot të dhenat digjitale, pasaportën digjitale tash do ta kaloni ke mikrochipi. Pse duan ke mikrochipi? Sepse ata nuk duan vetëm të bllokojnë ty paratë dhe dokumentat. Ata duan dhe të vrasin në një rast. Më kupton? Po pse të vrasin? Dhe po se kur e rrezikshëm për sistemin, për qeverinë, kupton, për diktaturën, do vendoset diktaturë. Kur del nga korniza, po. Diktaturë, mos, stalinizmi ishte lule në krahasim me atë që duan të vënë këta. Edhe ç'a bën ai? Domethënë thotë na çavi kokën ky. Kupton, dërgoi një valë të personalizuar ke antena RFID që ka. Bap. Edhe ti e numër, nuk je me Arjan Çani, as Alfred Sakot. Ti e numri 7456 edhe. Si në burg, si në burg. Dy garma në fund, ajo më që kanë pasaport tu. Si në burg. Ai është numri tan, tash. Edhe thot këti numrit këtu thot, dërgoi një valë më 2 të natës. Bup, era i fakt, thon. Era i fakt. Shkretit era i fakt. As nuk e dinë se kush e ka bërë i fakti. Sot i bëni faktet vaksinat, njerëzit nuk e dinë, thon, kush shëllime, era i fakt. Era i fakt. Nuk pyet asnjëri, ore, sa cop kishte bërë. Se poshtojnë shumë këta, i ke parti me sportistë, me aktor në skenë, ta thash ai. Po mirë, dakord. I që ka të QR kodin në radio, që mos gatrojnë ty njaja. Dakord. Po ja. Çfarë plak, pse më bëre atë punë? Pse ma preve kokën kështu? Nxirri edhe një herë. Fati trisht i babait dhe të birit. Të dy vdiqën nga sulmi në zemër. Shikoj sa vjetë është ai. Në atë mosh vdes nga sulmi në zemër. Po jo në të mosh. Jo, po i sekond, po ishte para. Shikoj sa vjetë është ai, pra. A, ti po që... Po sa mund t'jetë ai atje? Po, ai mund t'ketë dekur edhe 10 vjetë më mbrapa, se sa është aty në foto. Ti thua, dhe në 50 nuk do? Dhe në 52 vjetë, janë raste shumë të ralla. Duhet të ke probleme. Ke dëgjuar ti të pini ilaçe zemre poshtë 52 vjetë? Vi 52 vjetë fillojnë... Ma the para emisionit. Po, pra. Dëgjuar Janin, ca kohë. Është kënaqësi gjithmonë sepse me ty nuk mbaron më vëlla, dhe ti ke këtë, kam vënë një gjë unë. Ne fillojmë bashkë emisionin në 9 për shembull. Ti e di kur ngrohet motorit e ty? Çere koshën e fundit. Pse e ke këtë më Sako? Pse s'fillon me fuqi të plotë që në fillim? Jo, kot jam kurioz, s'e kam pyetur asnjë, kam vënë këtë gjë. Unë e di se pse, po duhet ta di nga ty. E di, do të thënë e imagjinoj në familje. Shkam dhe në stërvitje unë, 20 minutat e para jam shumë i ngadalt. Pastaj ti thua procesi natyrshëm ky. Po. Pra nuk mund të hysh dot me të gjitha fuqit me të gjitha bateritë. Duhet një... Po patjetër, pra, duhet të nxehet truri, si duhet të nxehen muskujt. Pra me ty unë do të bëj emision për shembull tani 29 e ta mbaroj në orën 1 të natës. Se duhet një orë, 45 minuta. Njerëzit ashtu. Bëj shaka. Sako, u kënaqem me ty vëlla, vetëm të lutem, ai libri është shumë interesant, ai libri kur ta nxjerrësh, do më kujtosh sepse do ta promovojmë bashkë. Jam duke redaktuar. E të ftojmë sa njerëz tjerë nga Helga Secrets. Po, Helga Secrets. Me të Sako, ta mbyllim me nota pozitive, them unë. Dakor? Patjetër. Ja do shohim tani një bile, Ledio, jepe këtë mikun ton me ngjyrë, jepe dhe riktheu të Sako të bëj një fjali koment. Të shohim do i pëlqet Sako apo jo, ta kaloj me i batut. Jo për komente të gjata, dëgjoj. E keme përkthim Sako. Jepi Ledio. Jo, nuk ka zë Ledio, edhe njerë. Kthe edhe njerë nga e para. Be dhe njerë nga e para dhe jepi audio. A nuk e kam partë. Se ke partë? Corruption is not bad. Corruption is only bad
if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Është ajo që thua ti, pra, pavarësisht se dënohen shumë, dalin shumë të tjerë që më kupton që e vazhdojnë, nuk mbaron ajo maratona e gjatë Je, më është e burë, është me e burë kjo më burë. Se kjo është e vërtetë, kupton? por nuk është e përreshme, se ka dhe përjashtime nga ky rregull, po në përgjithësi kjo që ta ky është. Flasim për rastet kështu, jo se të gjithë janë kështu, jo. Po më i bukur ishte ai që thot yes. Ai thot yes nga mbrapa, po. Çfarë perle, më çfarë perle. O Cako? Buria edhe një herë Cako, se nuk di se i pëlqeu shumë e pash. Edhe do ishte më mirë ta kishin thënë sa të bardhë këta. Se është kulmi i inteligjencës me këtë që ka thënë. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Si ka mundësi, më Cako, si mund të jetë kaq i lezetshëm ky njeri që ka thënë këtë gjë më burr. E ka kopjuar nga ndonjë i bardhë me Nuk ka siguri. rëndësi, po dëgjoj, është shumë e vërtetë kjo që thot ai. Po se nuk është e vërtetë Cako. Po, shumë e vërtetë. O do të jesh hipokrit të thuash që kjo s'është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, vllai, thot ai. Pra kur jam i përfshirë, thot, unë do ta mbroj. Ti shiko, kur janë në opozitë, domethënë kali betejës bëhet lufta kundër korrupsionit. Kur vinë në pushtet, ndodhe kundërta, këta që dalin në opozitë, fillojnë luftojnë këta që vinë në pushtet. Pra është lojë e madhe. Ndërkohë populli është gjithmonë gojimat në përgjithësi, korrullata është ka kudo, po. Gjithandej mo. Janë handikapat e historisë, janë ata që i vënë për kështu, i futin në rresht dhe i çojnë ose për mishqeni, ose në luftë për të vrarë. Kështu ka qenë në fakt bota, pa qenë pesimist. Megjithatë, Cako thotë keni një shpresë, merrni malet. Kë merrni malet e diti e ka thënë para shumë viteve Shpëtim Nazarko i shkreti. E njeh Shpëtim Nazarkon. Po Laçkon E mbamë Laçko që thoshte gjithmonë. Po. Po ç'bëni o ditëzinj, do minimale o ditëzinj. I ka me pak kushuri. I ka edhe kushuri. Po e kishte shprehje këtë, kishte edhe titull në për gazeta i shkreti kur bënte shkrive, gjithmonë këtë kishte. Po si e kishte shprehje më Cako që qeshja unë me lotë më burr. Do minimale të kishte. Për shembull Laçko është një njeri që nuk përfshihet në atë që tha i ziu, njeriu më ngjyrë. Laçko. Tjetër gjë Laçko, po. Është njeri që se tram pleku. Po Laçko gjallë është më thasë, se kam parë fare. Gjallë është më, shumë mirë është. E ke takuar ti? Jo, unë se shoh më Laçkon fare. Po, vetëm mentorin kam takuar, i përshëndes. Po mentori, po se mentori del nëpër media, po Laçko pse s'del më Cako? Po Laçko si duket e ka kuptuar që çfarë do që të bësh në këtë botë, bota prap nuk ndryshon, kështu që më mirë ka thënë le të vazhdoj. Ti thua është i mërzitur. Selanike ta të pjetë si shka qenë do tjetë. Ti thua është i mërzitur dhe i kështu i ishte neveritur gjithçka. Unë dhe me amendje shikon që punët po hikin rokopuje, thot, kotë që të flasësh, thot. Ndoshta dhe unë një fas tjetër mund të... Sepse ju Fredi... Mund të kjo smundje në thonjë za. Po pra, sepse ju Fredi mendoni dhe jeni të bindur gjithë jetën tuaj, ndryshe nga shpëtimi, nga Laçko po. Çfarë si ka që njeriu ka mundësi ta ndrojë, ta ndryshojë botën apo jo? Mirë, duhet luftuar dhe në momentin e fundit. Apo ti thua duhet luftuar për i dhënë një kuptim? Duhet luftuar, se në qoftë se njerëzit ndërgjegjësohen dhe kuptojnë që jetojnë në një matriks që e kanë krijuar një grup i vogël njerëz. Po s'kan asgjë në dorë pra. Qofse ai është fati për të ndodhur, ai do ndodhi atë. Çfarë do bëjnë? Ja pra, nëse dikush nga këto fjalë që ju tham ne që të ruajmë fëmijët, të sjellin që ande ne kemi bërë një detyrë. Shiko. Mos e lloj misionin e para. Jo, vetëm një fjali. Ti e di që në Shqipëri me letra janë 50% të vaksinuar, kurse pa letra nuk janë as 25%. Po pse Shqipëria e arriti një sukses kaq të madh? Tash s'dua të mburem, si puna ime kanë qenë disa të tjerë, po mua më është dhënë aksesi dhe mundësia dhe fati që të flisja në një televizion kombëtar. QR kodi le dio. Dhe puna ime, për shembull, ashtu si dhe atyre kolegëve të mi, ka ndikuar shumë në ndërgjegjësimin e njerëzve që ne nuk i lam që ata të losnin me rulet ruse. Vaksina është rulet ruse, po. Kupton, është rulet ruse. Dhe mbyllim tani, të bëjmë që qefin e njerëzve që na kanë ndjerë dhe nga të shonë mesazhet e QR kodi këtu, sepse futesh dhe e skanojnë atë, bëjnë login edhe futin dhe shkruajnë këtu. Edhe në vinë mua në celular, për nuk përdori mua WhatsAppin e këto budalliqet. Budalliqet. Dhe më thonë, s'ka nevojë, futen këtu dhe bëjnë dhe unë i lexoj. Lexojmë këto mesazhe për t'u bërë qefin e njerëzve se në gjynat shkretëm. Dhe se na ndjekin, do edhe ne do i respektojmë apet. Është njerëzore. Thotë
thot djali Malinda Ketës është ky e ka fjalën për pjesin. Për atë më, për Jonin. Për Jon Ket. Gada Gudo është ky që shkruan këtë mesazh. Se nuk vjen emrat e vërtet, Gada Gudo. Po. Ola Kasa thot përshëndetje, vetëm kaq Ola, përshëndetje Ola. Prap Ola Kasa, o çani pyet pak Cakon, a do vi ditat e lindin meshkuj me 4 koqe sepse 2 nuk rangopin. Per, Ola Cakon, Ola Kasa. Ka zgjidhje thuj? Ka zgjidhje. Ka zgjidhje. Cila është? Po mund të marr 4 meshkuj për një herë edhe një llojesh. Qartë. Një tjetër thotë, Joni Keta është tepër i kualifikuar në profesionin e tij dhe është djali Melinda Ketës, ish drejtoresh arsimi në kohën kur institucioni drejtor nga Luan Memushi. Po e sakt, familje mirë është shumë kjo e këtij Jon Ketës. Po Melindën e përshëndet, nuk e dinja që ishte djali Melindës. Melindën e ka mike. Kështu thonë, pra, familje shumë mirë. Dhe gjatë pandemisë ka qenë fansja ime. Edi Rama shkuar mirë mbrëma, sigurisht nuk është Edi Rama, por ka shumë njerëz që fshihen pas emrit. E mund të ketë shkruar edhe Rama? Ja, pas të fotet Rama këtu apo. Pierre Ramzi për ne. Lali 117 thotë, pyetet Cakon pse nuk kemi ambasador amerikan në Tiranë. Nuk ka përgjigje Cako për to, thjesht po e lexoj tani. Nëse vetëm Cako që jep me një fjalë. Pse s'kemi